Të ndëruar xhamatli, Kur'ani Allahu Gjelle Gjelaluhu, libri Zoti Gjelle Gjelaluhu, ka zbritë Muhamedi sallallahu aleyhi sallam për drejtimin e njerëzve, për udhërrëfimin e tyre, për ma tregu njerëzve se cila është rruga e Zotit dhe cila është ajo rrugë të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bërë qëllim të njerëzve. Dhe është adhurimi i Zotit Gjelle Gjelaluhu një, falënderimi absolut për Zotin te bareke ve teala. Andaj në surët e Kur'anit nuk mundesh me kalu në 2-3 ajete vetëm se Allahu Gjelle Gjelaluhu jep me isharat qëllimin e krijimit të njerëzve. Andaj shpeshton Allahu në Kur'an përmendjen e ditës së gjykimit. Shpeshton Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an përmendjen e xhenemit. Shpeshton Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an përmendjen e vdekjes, përmendjen e përfundimit të kësaj bote. Dhe kjo jo për asnjë tjetër, përveç se Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk e vlerëson shumë këtë botë. Allahu te bareke ve teala nuk i ka dhënë shumë pesh kësaj bote, por Allahu Gjellole ka krijuar për një kohë të caktuar, për ta arritur një qëllim të caktuar. Kur ti përfundoje e gjeli dhe afati, Allahu Gjelle Gjelaluhu e shkatron këta. Andaj në surën e fundit, në surën e parë, ajetet e fundit të surës Nebe, shohmi një ngritje të alarmit lartë, shohmi një alarmim të lartë nga ana Allahu te bareke ve teala. Allahu Gjelle Gjelaluhu përmendi në fundin e surës Nebe se njerëzit ditën e gjykimit s'kan mundësi me fol kërkush. Dhe heshtja e gjatë argumenton për sërzitetin asaj dite, për të merën asaj dite. La yemlikune minhu khitabe, tha Allahu Gjellala, s'kan dorë, nuk e kanë dorë me fol kërkush atë dit, se ki dorë së në fol atë dit. Pasaj tha Allahu te bareke ve teala se kjo është dita e hakut, dhalike l-jawmul haq, kjo është dita e hakut, po ajo është dita e vërtet. E këto ditë sodit, a janë të vërteta? Këto janë të vërteta vetëm një aspekt, në aspektin që ekzistojnë, por ndryshe nuk kanë të vërtetësi në kuptimin e qëllimit dhe synimit Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj Allahu te bareke ve teala tha dhalike, ajo atje, jomul haq është dita e hakut. E çka pastaj kush doje le ta more rrugën e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Të ndëruar xhamatli, shohim njerëz dhe nuk e përjashtojmë edhe vetveten. Çdo kush ka prej udhëzimit sa ka dhe prej humbjes sa ka, por shohim një degradim të madh në mesin e muslimanëve, në mesin e atyre të cilët thonë janë musliman. Shohim diskutimet e tyre, bisedat e tyre, forma e jetës së tyre, metodologjia e jetës së tyre, mënyrat perceptuarit sa jetë argumenton për çfarë? Për përjashtimin e ditës së gjykimit nga jeta e tyre. Shikoj bisedat e njerëzve, shikoj tavolinat e njerëzve, shikoj muhabetet sa ti ban njerëz. A ekziston atje pranishme ditë e gjykimit? A thot dikush mos ta tham që këtë fjalë se marr Allahu llogari? A thot dikush mos ta bëj që këtë vepër se ka me dek, ka me dhënë llogari? Rall e dhë njerëzit. Do të na kriju për këtë punë. Andaj jeta e njerëzve argumenton, edhe pse më nal me fjalë thot jo valla. Jo valla, e besoj ditën e gjykimit, por ki muhabet nuk ban dobi nëse nuk manifestohet me punë, nuk dëshmohet me punë. Andaj çka tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, inna anzarnakum adhaban qariba. Ne ua kemi tërheq vërejtjen nga një azab i afërt. Tha Abdullah ibn Mas'udi, çdo send çka vjen është e afërt. Çdo send çka vjen është e afërt, dhe kjo matet me vitet e tua. Provoja ata çka ke pa larg, se sot e shef afër. Dhe çdo send çka njëri ka pa të largët ka mundësi e shef sot shumë të afërt. Pastaj dha Allahu te bareke ve teala, yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yada. Ditën kur njeri e sheh çka ka punu me dorët e veta. Nuk ja ka imponu Allahu dhe detyru as kujt as një vepër. Ti e ke bë dhe unë e kum bë vet. Dhe e morë në shpërblimin bas asaj që kena punue, bas asaj që kena veprue. Ditën kur njeri e shep punën e vet, me dorën e vet që ka punue. Dhe arabët i thojnë, e ka punu me dorën e vet, nuk e ka për qëllim vet që ka prodhue me dorë. Çdo sen që ka boj i thojnë dora e vet. Çdo sen që ka boj i thojnë e ka boj me dorën e vet. Edhe fjales kur e thuj i thojnë e ka boj me dorën e vet.
pse pasojet e ka bëhe me dorën e vet. A dhe Allahu xhelora ditën njeriu e sheh krejt çka ka bë. Dhe më interesant janë në këtë ajet është fundi. Dhe me këta përfundon kjo sure. Wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Kjo ajet njeriu me meditue dhe me përsijat në ta dhe me shqyrtu dhe me shoshit këtë ajet është një ajet shumë i madh. Dhe nëse e merr këtë ajet nga dita e gjykimit dhe pastaj e bën një qiyas analogji me ata të cilët po ju flet Allahu në këtë botë, do t'i nënçmoje gjitha kënaqësitë të cilat ata i zotnojnë. Shikoj e para se me e përkthy ajetin, shikoj krejt ata që janë të kënaqur në pasuritë e tyre, në luksin e tyre, në komoditetin e tyre, në rebelimin e tyre, në krimin e tyre. Shikoj dhe mohojnë Zotin. E thonë nuk na intereson neve kjo punë, derisa mundohen me bë ideologji. Po ekzistoj ka një ideologji e cila i thuhet nuk më intereson. Nuk më intereson. Pra mundohen me e përshkrujt, me e bë shkollë, nuk më intereson mu kjo punë. Ani nuk t'intereson, e shef e merr vesh nga Zoti jo te bareke ve teala. Tha Allahu xhellahu ala jo wa yaqulu al-kafir. Dhe thot kafiri ditën e gjykimit, ja lejteni kuntu turabe. O i mjeri une, ti shakon dhe. Dhe komentatorët kanë diskutu, pse thot kafiri ditën e gjykimit, ti shakon dhe. Ka ardhë dy komente, as njëna s'vjen kundërshtim me tjetërën. I pari koment ka ardhë, se Allahu ditën e gjykimit kafshët Allahu xhelala i ban dhe. U amer hakun një tjetrit dhe në fund i ban pluhën dhe. Pra ata e kanë pas një mision, mi u bo dobi njerëzën këtë dunja, me arrit një qëllim nga krijimi i tyre, dhe në fund ata nuk merren llogari. Dhe i ban dhe Allahu xhallahu ala. Nga se s'kan kërkesa, s'kan synime ato, nuk janë kriju me shpirt, po janë kriju e për fizik, për trupin e tyre të cilën neve e konsumojna për mish. Allahu kreti ban dhe. Kur ta shofe ki njeri i cile ka mohu Zotin, nuk i ka bin Zotin, nuk i ka dhuru Allahu xhallahu ala, kur ta shef se kafsha po va dhe s'pohin xhenem, thot ja lejteni kuntu turabe. O i mjeri unë ti shakon si aj. Dhe kanë dhanë disa komentatorët prej dietarëve kanë dhanë kërkon mua zgjësue. Pra si kur të mos kisha ekzistu hiç. Pse mos kishta ekzistu hiç? As për mu, as kundër mu. Pra si kur unë mos kisha ekzistu hiç. Kjo dëshmon edhe me fjalë të tjera të Zotit xhelle xhelalu në Kur'an, ku Allahu na e përshkruan neve fjalën e banorëve të zjarrit, ku ata kërkojnë prej Allahu xhelle xhelalu me i asgjësu Zoti. Andaj i thojnë melekut kujdestar, fel yaqdi alejna rabbuk, let na i more shpirtin e të na mytë këtë Zoti jot, mos na laje këtu. Shiko banori i xhenemit çka kërkon, jo me jetu me don xhenet, sa i smunët me paramendu këta, por thot mos rria shëtun, le të mas gjësoj e ketë, hiq mos tjem. Dhe ketë kjo për çfarë? Nga azapi i madh i Zoti xhelle xhelalu. A thu vallë, ketë kjo njeriu ka mundësi me e kaluar ligjërat vetëm, muhabet vetëm, po ka mutut, jo, duhet mu fut në zemër kjo, duhet mu fut shpirt kjo, dhe me ungrit alarmi në çdo njanin prej neve në veprimtarinë e tina dhe në jetën e tina. Elusmi Allahu xhellahu ala që Allahu te bareke ve teala na bën serioz në fenë e tina. Na mundson Allahu xhelle xhelalu me jetu jetën që është razi Zoti jon te bareke ve teala. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelalu na mundson me ndriçue veten tonë me Kur'an, me ndriçu veten tonë me hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, me jetu në përputhje në urdhat e Zotit dhe ndalesat e Allahut te bareke ve teala. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Zoti jon xhelle xhelalu na mundson me punu vepra të mira deri në frymën e fundit. Elusmi Allahu xhelalu që Allahu na mundson mu largu veprave të liga deri në ditën e fundit. Elusmi Allahu xhelle xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala muslimanët këtë që Allahu të ndihmon, yetimat e muslimanëve Allahu të mbulon, skamnorët, nevojtarët, fukarat Allahu t'i pasuron, dërsa pasanik prej muslimanëve Allahu t'i ban të gjymer dhe fisnik.